media në Shqipëri ne folëm, Allah ka unë ka një lloj banaliteti partitës. Një mungesë, ne folëm më para emisionit. Një mungesë leximit të tmerrshëm. Dhe ajo që po lexohet sot është më e tmerrshme se mos leximi. Sinqerisht sot është më e tmerrshme. Në emisionin e fundit më kishte bërë një ignorant. Totalisht, do të më bëjë një zhurmësh. Dhe bëra atë që nuk para e bëjnë në emision, Krisa Ika nga emisioni, sepse ishte komplet idiot. Në tha, gjodha, po fliqa për kulturën, me Slovenia nuk është Ballkan, një më borë dhe ti s'ke jetu në Jugosllavi, tha, e di, ti s'ke qenë në jenë Sloveni. Të edhe i tha, po mirë, pa ta që shkruajnë për Romën e lashtë, kanë qenë 2000 vjetë për para dhe një, thash, nga shtëria më mirë po Krisi e po hiki. Si të tërgoj diçka më kryevej përse kjo. E diti që e disa metra katror është shtëpia e Enver Hoxhës? Jo. Ha? Jo. Përse ke pa nga lart? I themi 100 metra katror? 150. Një lloj ndërtimet. Po. Metra kate? S'është 150 në botë. 150. Le të thënë, kemi 450 metra katror. Në rregull, jemi 450 metra katror. E to është shtëpia. Me korridor, me banjë, me gjithë. Po kemi vonë shumë. Edhe pishinë. Tani do më falësh pak, me u menej diçka, sa ta gjej unë atë, sepse jam dhe qorë, se qa ka pas kjo shtëpi brenda. Dhe që del ka ajo që unë po të them. Ka pas 3 qifte dhe i bie... E ke gabim tani qa ka pas kjo, e kemi morë vesh tash i mas 35 vjetë, do më kaq se qa ka pas kjo, do t'ja u them unë shqiptarëve sot. Ama ata që kishte 3 durim si gjajda? Eksaktësisht. Si gjajda. Eksaktësisht. Sepse thash... 60 biblioteka. 200 koltu. Se është kavan e mame. Jo, të lutet, më falni, të lutem se është shumë e rëndësishme. Ka pas... Po këte e boton një nga këto OJQ-t, OJF-t që majnë... Vlla më gjo se qa ledzo, pa në të që edhe ledzimi që të mesëm, shqiptar mos ledzoni, ju lutem. Do më ka pas 262 koltuk... Ti magazinosh... 262 koltuk, se cili koltuk është pak të në 2 metra katror. Po, 1 metra katror. Po është koltuk, nuk është vetëm i vogli më burë. Oke. A është koltuk edhe i tjetëri. Jo, po e zim koltuk tek. Po mi koltuk tek. Pra 262 metra katror në 450 metra katror që javum në me gjithë qati e Enver Hoxhës, 262 metra katror, gjysën e këty, në? Më shumë se gjysën, i kanë zonë koltukut. Oke. Në pi koltuk besoj që nuk vehen do të kanapet, apo jo? Po. Po kemi 27 dollap. Pra normalisht 262 u bën rreth 310 metra katror. 320 metra katror. Ju kanë ngel Enver Hoxhës edhe 90 metra katror për gjithë njerëzit mrenë me gjithë motrat që kishte brenda. Prit se s'kan vend, ato kanë dalë qati, ta thot ama i do ty, ato kanë flenë qati. 556 abazhur. Veshin tokë, nuk ka problem. I zem ka i gjysë metrë katror këto abazhurët. Po të them se si është... Enver Hoxha është fut këshu palë ka e shpiu. Nuk e di se ku ka jetu vetë si person. A i ka vujt në mënyrë të paparë. Po një minut. Sa i ka pas 28 frigorifer. Qa flë? Vla, një minut. Ishim ke 90 metra katror? Po. 30 metra katror, në i zunë abazhurët? Sa? 30 metra katror, se 556 abazhur. Okej. Sa do i vesh në tokë, se s'ke ku i ven në nëllë më. Sa në ngelin 60 metre. Ky 60 metre katror, nuk ka si njëri akoma, ne kemi dhe 281 frigorifer. Okej. Ke 60 metre katror, 281 frigorifer. Okej, një minut. Nuk rëndot, i ledhe me borë një pjesë tyre. Pra kjo borë të shqit, Enveri akoma s'ka hymë mërë më shpi.
As se shoqja. Shoqja jo irë. 47 dollap. Po 60 biblioteka. 47, më prit përse jemi ke 47 dollap të tjerë. Janë 47 dollap ku s'kena vend më mren. Kanë dalë të për jashtë. 29 televizor. Pra, tani kemi fillu me zonë sheshin e bashkisë, aty për jashtë. Që quhet, sepse ai është i bashkisë apo? Po. Ashtu dhe. Ai vesh ishte as tapi as i gjos ishte. Jo. Ti di që s'ka as tapi me Gjirokastrës. Më fal lutem. 19 magnetofon. 19 magnetofon. Çaj botë repit. Çaj botë. I vetë gjithë njëkohësisht në punë apo? Nuk e di, këtë nuk e thot, dhe 65 biblioteka. Wow. Pra ajo rruga ku kalojmë neve, që kalojnë makinat, ajo ka qenë, besojmë, kanë pas qenë vonë bibliotekat. E veri prap nuk është shtëpi, as e veri, as një. As gruja, as kalë. As roje, s'ka vend për roje këtu, prit. S'ka vend për roje, se roje i pi me qenë kelana. Një gjo më indun. 200 qilima leshi, 3727 metra katror si gjatë tapet. Me këto mulote me siguri gjitha këto që aparatura ngroje ftoje pastrimi, pra këto nuk quhen këto aparatura ngroje ftoje pastrimi. Okay. Pra më i përvujtse Enver Hoxha asnjë nga ne s'ka qenë. Sepse shtëpia është zonë, oborri është zonë, deke lana kemi shku, Enver Hoxha ka qenë poshture, siç e shohun nga gjonat që kanë qenë këtu. Aty ka jetu. Në më dhënë shiko si ti idiot i zonë media. Të merri vërtet. Edhe ne, ti thu pastaj, jem se jemi rregulluar që ky është tashi, ky s'ka shumë që është botu. E t'ja hudhësh njeriu. Është një ojë që merret me luftën kundër komunizmit. Po ja u them shqiptarëve që ta dinë. Pra, dhe e financon ambasada gjermane. Dhe metoda se si u bë kjo, pas në dhjetë se ku humbi gjithë ky lexim, se tash unë lexim tash do thonë këta, ko leximin e vllai, ja pam neve. Problemi. Jo, këto po të hidhnin në 91-shin, nuk e hate njerëz, sepse gjithë kishin kaluar ajo e dimë. Është e pamundur, Po, me kalimin e kohës, fillon e budallepset njeriu dhe harrojnë që Enver Hoxha ishte kush ishte, por nuk ishte as shtëpi. Nuk ishte e vetë. Asaj ku rritë, jo, nuk e ishte. Nuk është e vetë, dhe këtë nuk e thonë që nuk është e vetë. Domethënë, ai vetëm paguti qaraka ajo. Dhe po të mosh në një nga deputetët, edhe këta të shtrëntë që kemi parë. Ku thonë 60 biblioteka, se ky ishte ignorant valla. Po mirë. A më kupton? Aty fillon e pëson ngërç njeriu, 60 biblioteka, çfarë do ky s'ditë me të. Edhe është ka qenë një shpjegim perl, faleminderit shumë, shpjegim shumë i bukur mbi çatë si të bën idiot media. Dhe megjithëse se kam pa kalosha aty se të ure lanës kalosha. Jo kalosha gjithkohë se kur hiksha pavarësisht se çfarë thon këtë që ishte më ushtar me kështu. Unë jam tiranës. Jo, të murit i kaloja, po. Kaloj aty, 8/3 që shkoshim ke liçeni, që u lashim ke liçeni. Pra dhe fëmijë, dhe më i madh, dhe kur shkoshim me femna ke liçeni, kaloshim po aty, që ta kuptojnë njerëzit. Të murit i aty ishte gati. Pra, nuk kishte nevojë me qenë i martuar. Kur fuçet, mund të kishte edhe të dashur, ka pas edhe të dashur po të Enverit. Po, këtë po shpjegoj. Nuk na lodhe roja për pashaportizim me këtë, ato ç'a quhen ato. E qartë. Amarido, të falenderoj për këtë shpjegim. Atëherë, dua ti përshëndes të gjithë. Na falni në ndonjë emision edhe nuk përshëndesim se ti përshëndesim. Njerëz kemi hallë, kemi edhe harrojmë. Artur Dinën e përshëndes, Liliana Konomin, Këlqyra Real, Vladimir Myrtaj, Klodi Mullaraj,